Kur flas me babin në telefon apo kur jam te ai, asnjëherë nuk më pyet për nusën tem, pra për gruan time ka për qëllim. Nuk don me e pranu në familje edhe pse jemi të martuar dhe kemi fëmijë. Dhe kur shkojmë në vizitë ka raste që nuk ja zgjat dorën nusës time. Çfarë më bë thot, sepse jam në dilemë prej shumë kohësh. Mos e merr nusën, kur shkosh ke baba, mos e merr nusën. Me që ka situata e tillë, pse e merr nusën? Baba se dashka, alhamdulillah, leje nusën, shtëpi t'i në shitore që i thonë këto vëllezërit tonë, ose t'i tek marketi, tek qendra tregtare, ti shko ke babi, vizito babin me kalamajt, nuk se blejnë e gjë, dhe takohemi mas i ore, ke dera e tegut ose shëtuhus. Edhe stresi zero, se do, dhe nuk duke do që të bësh. Do të bësh lafe me babën? Jo, ta mosh gruan me zor të ndehet si kur me qenë para togës pushkatimit. Jo, edhe këtë se bën dot. Kështu që leje nusën, diku, të ri, ti shko tek babi me kalamajt. Ç'a më bë? Muhabete autoktone.